Bismillahirrahmanirrahim. Për sa I përket vlerës së adhurimeve në këtë 10 ditësh të muajit Dhulhijhe, 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe, na mjafton në hadithi i Abdullah ibn Abbasit që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nuk ka ditë ku vlera adhurimeve të jetë më e dashur, më e madhe te Allahu xhelle xhelalu, se sa adhurimet që kryhen pikërisht në 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. E pyesin pejgamberin alayhi salatu wasalam: vetë lufta në rrugt të Allahut të Madhërisëm nuk është aq e vlefshme, aq e madhe në vlerë sa adhurimi në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: vetë lufta në rrugt të Zotit nuk ka vlerë më shumë se adhurimi në këto 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Përveç atij njeriu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai njeri I cili del me vetveten e tij, del me pasurinë e tij dhe nuk kthehet më me asgjë nga këto dyja. Pra sakrifikon jetën e tij, sakrifikon pasurinë e tij për hatër të Allahut xhelle xhelalu, vdes në rrugt të Zotit, patjetër që ky ka shpëlim më të madh nga të gjithë njerëzit e tjerë që ja dedikojnë adhurimet e tyre Allahut fuqiplot. Po të shikojmë me vëmendje, në këtë hadith madhështor të pejgamberit alayhi salatu wasalam tregohet fare qartë rasti më I mirë, rasti më I volitshëm për te I Ramazanit, për gjatë gjithë vitit, ditët më të mira për të adhuruar Allahun e Madhërisëm janë pikërisht 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe.